do ta ketë për mandat natyrisht verifikimin e pasurisë pa justifikueshme të zyrtarëve publik, duhet t'i kthehet shtetit padyshim. Faleminderit shumë Jeta, faleminderit për këtë mundësi të diskutimit në kuadër të fushatës. Përshëndetje për gjithë të pranishmit. Padyshim orientimi ynë që në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar është në radhë të parë vazhdimi i reformave të nisura në qeverinë Kurti 2 në kuptimin e garantimit të një sistemi drejtësisë të pavarur, të paanshëm dhe efikas, me gjyqtar dhe prokuror me integritet, të cilët i përgjigjen nevojave reale dhe shoqërore të shtetit Kosovës. Do të thoja unë që orientimi ynë në fushën e drejtësisë është i përkushtuar në katër shtylla të përgjithshme. Lufta kundër korrupsionit, duke zgjeruar kapacitetet institucionale dhe duke ndryshuar bazën ligjore, siç kemi bërë dhe siç kemi nisur me zgjerimin e fushëve veprimtarisë së Agjencisë për parandalimin e korrupsionit dhe të fushës së deklarimit të pasurisë të dhuratave, por në anën tjetër funksionalizimi i byros për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, si një nga zotimet tona, por të njëjtën kohë si një nga nevojat shoqërore dhe institucionale në Kosovë për të adresuar një fenomen që për bindjen tonë e ka kryer interesin publik dhe pasurinë publike nga zyrtarët e lartë, duke përvetësuar pasurinë publike dhe duke shndruar në pasuri private. Kjo pasuri e pajustifikueshme nëpërmjet byros që duhet të funksionalizohet dhe unë besoj që në fillim të vitit ardhshëm edhe do të funksionalizohet, do ta ketë për mandat natyrisht verifikimin e pasurisë pa justifikueshme të zyrtarëve publik dhe ajo pasuri e cila nuk justifikohet dot duhet t'i kthehet shtetit padyshim. Segmenti 2 do të thoya unë është reformat në sistemin e drejtësisë në 2 drejtime. E para në Këshillin Prokurorial të Kosovës, duke kapërcyer nga ky karakteri korporativist i Këshillit Prokurorial të Kosovës që e ka dominuar këtë periudhë, duke i shërbyer, le të themi, grupeve të ndryshme shpesh edhe të interesit brenda sistemit tonë prokurorial dhe duke e zvogëluar efikasitetin fatkeqësisht të organit akuzës për ta luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin, dhe tashmë siç e dim, ligji për KPK-n ka hyrë në fuqi dhe efektet e para kanë nisë të, le të themi, të shfaqen, por sidomos nga janari vitit të ardhshëm do të kemi edhe përbërjen e re të KPK-s.